Horoskopi ditore premte 14 nëntor 2025. Dashi, punë e vështirë për të kompensuar kohën e humbur, por nëse mendoni se është e mjaftueshme një darkë me qirinj, jeni gabim. Përdorini armët tuaja më të mira. Zemrat e vetmuara do të jenë në gjendje të rivendosin kontaktin me një person që pëlqejnë. Jeni gati për të analizuar dhe planifikuar nisma të reja në punë. Yjet do t'ju japin kreativitetin, imagjinatën dhe shumë mundësi për të fituar. Demi. Yjet përforcojnë emocionet dhe bëjnë të mundur ndryshime të mundshme që mund të transferojnë sferën sentimentale për ata që janë në çift. Beqarët do të jenë charmant dhe interesant dhe do të tërheqin vëmendjen e njerëzve që do të takojnë. Në punë mbani qetësi dhe nëse urdhrat e eprorëve janë të papërmbajtur. Gjithashtu, shmangni dhënien e përgjigjeve të nxituara. Binjakët, do të keni një humor të lehtë dhe të gatshëm ta dorëzoni në vëmendjen e partnerit. Jepini ndjenjë pasionit tuaj dhe shijoni këtë ditë të bukur. Angazhimet dhe takimet nuk do të mungojnë për beqarët, të cilët do të jenë në disponim për të bërë njohje të reja. Yjet japin një nxitje të madhe të energjisë për ambicien tuaj në punë dhe ju shtyjnë drejt suksesit. Gaforia. Do të jetë një ditë rutinë, por edhe e qetë, të cilën ju do të ndani me njerëzit e afërt, duke filluar me partnerin dhe familjen tuaj të dashur. Sekreti lumturisë qëndron në gjëra të vogla. Beqarët do të ndjejnë nevojën për të vendosur rregull në mendje dhe zemër. Mundësitë që nuk duhen humbur dhe investimet e reja sot do të jenë në përparësia juaj. Luani. Falyjeve do të keni një ndjenjë të madhe për partnerin. Dashuria do t'ju buzëqeshi dhe kjo do t'ju mundësojë të jetoni një aventurë të jashtëzakonshme pa lëvizur asnjë gisht. Për ata që janë vetëm, do të kenë mundësi të shkëlqyeshme për të takuar një person të veçantë. Një ditë ideale për të përfunduar një negocim, për të krijuar kontakte të reja, për të kryer një projekt të rëndësishëm në jetën profesionale. Virgjëresha. Mundohuni të mos humbisni busullën, nëse jo gjithçka do të shkojë sipas dëshirës tuaj. Pak relaksim. Kur nuk dhem dhe madje edhe ju vetë duhet të bëni një pushim. Ata që janë vetëm duhet të mendohen mirë përpara çdo vendimi që do të marrin. Aventurat mund të presin. Gjendja e ulët do t'ju çojë të keni keqkuptime me kolegët tuaj, prandaj ju duhet të ruani qetësinë. Peshoria. Hëna në shenjë ju mirëpret duke nxitur takime të reja. Merrni mundësinë për të fluturuar, bëuni gati për të bërë një ndryshim në jetën tuaj dhe pranoni se jeni të dashuruar. Beqarët do të njohin njerëz të rinj dhe kjo do të sjellë shumë lumturi. Lajme të mira në frontin e punës, do të keni mundësi të favorshme në biznes dhe kjo gjë do t'ju bëjë të lumtur. Akrepi. Sot ju do të kuptoheni me njëherë me të dashurin tuaj, madje edhe atmosfera familjare është mjaft bashkëpunuese. Nuk mund të kërkoni më shumë tani. Nëse jeni vetëm, do të dini se si të rrethoni ata që dëshironi me një mijë tërheqje joshse. Dita premton gjëra të mira dhe do të veproni me vendosmëri për të zgjidhur disa aspekte të punës. Shigjetari. Për disa kohë ju jeni mësuar të merreni me kontrastet dhe sot, edhe nëse atmosfera familjare nuk është e mirë, do të jeni në gjendje të buzëqeshni me partnerin me qetësi. Beqarët mund të shkojnë në takime dhe të marrin pjesë në ngjarje shoqërore për të takuar njerëz të rinj. Sot do të jetë një ditë plot tension. Disa probleme mund të ngadalsojnë ritmin e punës, por gjithçka do të jetë mirë. Britsjapi. Yjet ndihmojnë ata që kanë jetuar një ndarje për të besuar sërish në dashuri. Kaq shumë lajme dhe takime romantike, madje edhe disa ish. Zemrat e vetmuara do të jenë në gjendje të përfitojnë nga mundësitë e shkëlqyera për të goditur në shenjë. Yjet shpallin mundësi të arta në fushën profesionale. Tani ju e dini se cilat janë qëllimet tuaja dhe do të synoni për pozita të larta. Ujori. Yjet ju bëjnë të zbuloni se sa e madhe është dashuria që ndjeni për ata rreth jush dhe sot do të keni konfirmim të mëtejshëm. Ju jeni me fat, kultivojeni këtë ndjenjë. Yjet ndihmojnë beqarët të bëjnë takime të reja me njerëzit për të ndarë pasionet dhe interesat me ta. Një vetëdije e re ju çon për të mbajtur këmbët tuaja në mënyrë të vendosur në tokë dhe për të bërë projekte që mund të kryhen lehtë. Peshqit.
Ata që janë në çift sot do të ndjejnë dëshirën për të shijuar veten dhe për të dalë. Kjo sjellje mund të çojë në neglizhimin e dashurisë. Beqarët do të kenë shumë shanse të bien në dashuri. Vetëm shikoni me besim në të ardhmen dhe jetoni çdo moment. Koha e mirë për të përqendruar në interesa të reja dhe për të zbuluar horizonte të reja. Ata që janë në kontakt me një ambient disi konkurrues do të kenë patjetër sukses.